Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë. Sot po bëj një video ndryshe nga herët e tjera që ju jeni mësuar të më shihni këtu në podcastin ton Okult, por kam bërë një review për një nga librat që më është komentuar, që quhet romani 1984, dhe sot do të flas pak për këtë roman se pse ne duhet ta lexojmë dhe çfarë ai ka në thelb, një mesazh të tij apo simbolikën dhe alegorinë që ai flet, teksa përshkruan radhët dhe mënyrën e kontrollit politik absolut në një vend ose një botë kuptimsi distopik, le ta quajmë. Pa humbur kohë, unë do të filloj me materialin që kam përgatitur dhe do t'ju lutesha të bëni subscribe në channelin ton Okult në YouTube, të vizitoni faqen ton okult.org, ku është një gazetë ku ne postojmë të gjitha materialet dhe nga anët e okultit, do me thënë jo zyrtare që njihen sot në profilet zyrtare apo në faqet zyrtare që i japin këto informacione. Gjithashtu ju jeni të hapur që të bëni kritikën dhe krahasimet tuaja për të gjetur një rrugë akoma më të mirë. Ne thjesht hapim dritare dhe nuk bëjmë asgjë më shumë në këtë pjesë. Dhe do t'ju lutesha të më ndiqnit edhe në faqen time Instagram Ezoterizëm, ku unë flas për pjesën e shumë gjërave që lidhen me rrugtimin ezoterik, që është një rrugtim i kërkimit shpirtëror dhe përtej asaj që ne njohim si materje, por edhe mendjes tonë. Kush ishte George Orwell dhe pse arriti këto maja kaq të mëdha, ndërsa bëri një libër që shumë njerëz që unë ja rekomandoj më thonë, ore, për çfarë flet ky libër, se lexova dhe mu duk. Atëre, para se të filloj për librin, dua të ndalem pak se kush ishte George Orwell. Emri i tij letrar është George Orwell, por emri i tij i vërtet është Eric Arthur Blair. Ai ka lindur në vitin 1903 deri në vitin 1922. Lindi më 25 qershor të vitit 1903 në Motihari, Indinë Britanike, ku babai i tij punonte në administratën koloniale. Në moshën 1 vjeç u transferua me nënën në Angli, ndërsa babai qëndroi në Indi. Studioi në shkollën prestigjioze Eton, por nuk shkëlqeu në aspektin akademik. Aty u njoh me elitën britanike, por më vonë e kritikoi ashpër klasën sunduese. Bëhet fjalë për shoqërinë Fabian. Shërbimi që ai bëri gjatë viteve 1922 dhe 1933, ai u fut në Policinë Imperiale Britanike në Brimani, sot njihet si Miner. Mos e gaboj edhe emrin se s'më kujtohet mirë kjo pjesë. Dhe përvojat në kolonitë britanike e bëri të urej imperializmin dhe e përshkroi me neveri në librin Burmese Days, që e ka shkruar në vitin 1934. U kthye në Angli dhe jetoi si shkrimtar i varfër, duke promovuar jetën mes të varfërve në Londër dhe në Paris. Nga kjo përvojë lindi dhe libri Down and Out in Paris and London në vitin 1933. Angazhimi politik dhe lufta civile spanjolle në vitin 1936 dhe vitin 1939, ai u bashkua si vullnetar në luftën civile për të luftuar kundër fashistëve në anën e republikanëve. Psoi një plag në qafë nga një snajper dhe u zgënjye nga ndarjet dhe shtypjet brenda vetë kampit republikan, sidomos nga komunistët stalinistë.
Kjo përvojë u pasqyrua në librin e tij Omazhet e Katalonias, një kritik ndaj stalinizmit dhe totalitarizmit. Lufta e dytë botërore dhe veprat e mëdha në vitin 1939 dhe vitin 1949, gjatë luftës së dytë botërore, ai punoi në BBC dhe si gazetar aty, por e la BBC-n për shkak të censurës dhe propagandës që ajo bënte. Në vitin 1945 botoi Ferma e Kafshëve, ose e njohur ndryshe si Animal Farm, një satirë politike ndaj revolucionit bolshevik dhe stalinizmit. Në vitin 1949 botoi kryeveprën e tij që sot mbahet dhe i ka mbijetuar kohës, jo dhe se librat e tjerë nuk i kanë mbijetuar, por kjo njihet si kryevepra e tij me titull 1984, një roman distopik mbi një shoqëri totalitare ku gjithçka kontrollohet. Ai në vitin 1950 u sëmur sepse vuante prej kosh nga tuberkulozi dhe vdiq në këtë vit më 21 janar të vitit 1950 në moshën 46 vjeçare në Londër. Arsyet pse duhet ta lexoni këtë libër është sepse libri ose romani që ai ka shkruar është një pasqyrë thellë dhe tronditëse e mënyrës se si pushteti mund të deformojë realitetin, të shtyp lirinë dhe të fshijë identitetin njerëzor. Ky roman nuk është thjesht një letërsi, është një alarm i përhershëm ndaj rreziqeve të nënshtrimit, indiferencës dhe pranimit të gënjeshtrave si të vërteta. Një shprehje dhe pjesë që më kujtohet nga ky roman është kur teksa partia lexonte të ardhurat në një pjesë të muajit dhjetor, në mezin e muajit dhjetor, ajo lexonte të ardhurat se si u rit provimi i çizmeve që i mbanin ngrohtë popullin me një përqindje shumë më të lartë nga viti i kaluar dhe të gjithë këmbëzbathur duart trokisnin për këtë arritje. Në një botë ku teknologjia monitoron çdo hap, ku informacioni manipulohet dhe ku ndonjëherë bindjet formohen jo përmes logjikës, por përmes frikës dhe propagandës. 1984 për mua miq është një mjet që na jep për të kuptuar, dalluar dhe kundërshtuar mekanizmat e këtij kontrolli. Leximi i këtij libri është një akt vetëdijësimi. Ai na mëson të ruajmë mendimin kritik dhe të mos harrojmë të kaluarën dhe të mbrojmë lirinë tonë mendore para se të jetë vonë, para se disa fjalë si për shembull unë të dua nuk do të mund të ekzistojnë në një të ardhmen dhe do të pyes se çfarë është të dua. Do ndalem edhe pak për se çfarë flet ky roman. Ky roman është një alegori politike e fuqishme dhe një studim i thellë i natyrës së pushtetit, kontrollit ideologjik dhe shtypjes së individit. Në këtë analizë më të detajuar që unë kam bërë këtu, dua të shqyrtojmë vetë rrëfimin e disa pikave apo simboleve, por edhe kuptimet filozofike, shoqërore dhe psikologjike që përshkron kjo vepër. Në thelb, romani paraqet një shoqëri të sahartmes, nga këndvështrimi i vitit 1948 kur kjo vepër u shkrua. Pra, kjo vepër u shkrua në vitin 1948 dhe flet për kohën që ende nuk ka ardhur, por që do të vijë. Imagjino sa larg pamës ka qenë i madhi George Orwell. Ku çdo aspekt i jetës në kontrollin absolut të një partie totalitare të quajtur Partia dhe vllai i madh, Big Brotheri, një figurë propagandistike që nuk i dihet nëse ekziston realisht apo është i krijuar vetë nga partia, është udhëheqësi suprem që përfaqëson vëzhgimin dhe kontrollin e përhershëm. Krye protagonisti Winston Smith është një person
në libër, i cili punon në parti, por ka dhe mendime revolucionare në kokë dhe mban shkrime. Jeton në këtë shoqëri dhe përpiqet të ruaj mendimin e lirë dhe ndjenjen e së vërtetës në një realitet ku e kaluara rishkruhet, e tashmja fabrikohet dhe e ardhmja kontrollohet. Në analizën tematike të këtij libri, unë kam gjetur disa pika. Totalitarizmi dhe kontrolli absolut është një kritikë ndaj regjimeve totalitare që shkatrojnë çdo formë të lirisë individuale. Orwell kishte parasysh regjimet e Hitlerit dhe Stalinit, por mesazhi është universal. Çdo pushtet që synon kontrollin total të individit përmes frikës, indoktrinimit dhe manipulimit, përbën një rrezik për shoqërinë. Këtë ka dashur të transmetojë në thelb ky person. E vërteta dhe manipulimi i realitetit është se partia përdor fraza si lufta dhe paqja në libër këto. Liria është skllavëri, ignoranca është forcë. Kjo është një strategji e duplikuar dyshe, që ka aftësinë për të mbajtur dy ide kontradiktore në mendje dhe për t'i besuar të dyjave. Në këtë mënyrë, qytetarët humbasin kapacitetin për të menduar logjikisht dhe për të sfiduar realitetin që ata njohin. Big Brother ose vllai i madh në libër të shikon është një simbol i vëzhgimit të përhershëm. Mikrofonët, fëmijët spiun janë mjete për të krijuar një ndjenjë frike konstante, ku njeriu as guxon të mendojë ndryshe, sepse krimi i mendimit ndëshkohet. Ky flet në këtë roman për krim mendimin, për ata që mendojnë keq, ose që mendojnë kundra ideologjive që vllai i madh kishte, dhe ky quhet krim mendim. Dhe në këtë roman ky fillon të shkruaj këtë një ditar të tij brenda, Wistoni, ku mbante shkrimet e krim mendimit dhe revolucionin shpirtëror dhe mendimin e lirë brenda vetes së tij. Dhe pastaj ata e gjejnë dhe fillon jeta që e marrin, e burgosin dhe në fund e bën një nga ata. Alegoria simbolike e disa fjalëve, për shembull, Big Brother, pushteti që kontrollon gjithçka, një simbol i diktaturës dhe kultit të udhëheqësit. Kështu unë i kam përkthyer. Newspeak, gjuhë e projektuar për të kufizuar mendimin, përfaqëson mënyrën si gjuha formson realitetin. Memory Hole, pajisje për të zhdukur të kaluarën, simbol i manipulimit të historisë. Pra, gjatë gjithë kohës historia manipulohet. O'Brien, simbol intelektual, ka qenë një personazh atje, i cili ishte i madh në këtë partinë, kishte një rol kyç atje dhe kjo simbolizon intelektualitetin e korruptuar që shërben për pushtetet, dhe pse e kupton të keqen. Pra, janë disa individ të cilët e kuptojnë të keqen, por i shërbejnë këtyre. Dhe edhe pse këta e dinë të keqen dhe janë intelektual. Dhoma 101 që përmendet në roman, që ju duhet ta lexoni me patjetër këtë roman, do me thënë, me pak fjalë nuk duhet të vdisni pa e lexuar këtë roman. Dhoma 101 është simboli frikës më të madhe të individit, mënyra më e thellë për ta thyer shpirtin njerëzor. Këtë gjë po bën dhe sot Trumpi me lajmin e fundit që dha se do të rihap të madhin dhe të frikshmin Alcatraz, burgun e famshëm. Dhe një pjesë tjetër ku ai flet është se thot sa bëjnë 2+2 dhe ne përgjigjeshim në libër thuhet 4, por pastaj jo na thoshte, ju e keni gabim, 2+2 bëjnë 5, dhe derisa arritëm në këtë pikë që dhe ne e besuam se 2+2 bënin 5. Dhe shembulli 2+2 bëjnë 5 është ekstrem i triumfit të pushtetit mbi realitetin objektiv, ku njeriu pranon të ketë si të vërtetë, e pranon këtë ta ketë si të vërtetë, edhe pse ai është i thyer nga brenda.
Një kuptim tjetër filozofik dhe universal të romanit është sepse thjesht Orwell nuk shkroi 84-ën për të kaluar kohën ose për të bërë diçka futuriste, por shkroi për të kritikuar regjimet e kohës së tij. Por edhe të shihte larg pamës, ai përshkroi mekanizmat e kontrollit të mendjes, çrrënjosjen e realitetit objektiv dhe ngadalësimin e mendimit kritik, gjëra që janë po aq të rëndësishme dhe sot, në epokën e teknologjisë që ne po jetojmë, propagandës digjitale dhe censurës që po ndodh tej mase. Këto janë ato që bëjnë George Orwellin dhe librin e tij një perlë që i përket kohës sot. Një përfundim që unë se nuk dua ta zgjat shumë sot, se kam përgatitur vetëm këtë material, se përse ne duhet të lexojmë, përse ne duhet ta shfletojmë këtë gjë, dhe përse ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë mendime të reja për kokën tonë vetëm në libra të vjetër miq. Unë do të ndalem dhe pak te librat, po pasi ta bëj edhe mbylljen, se ky roman është vërtet një nga më të mirët që unë kam lexuar. Po e quaj është një tregim distopik, është një paralajmërim i përjetshëm brenda revolucionit shpirtëror të njeriut, intelektual dhe kritik, dhe ftoj që të jeni vigjilent, të mbrojmë të vërtetën, të ruajmë mendimin kritik dhe të mos pranojmë kurrë që realiteti të përcaktohet nga pushteti politik, por të jetë i dyanshëm nga të dyja anët, ku dhe ju të keni të drejtat tuaja dhe të reflektoni me mendimet tuaja, me mendimin kritik sidomos. Pse është vërtet i rëndësishëm leximi i këtyre librave, është sepse ata zhvillojnë në bazë mendimin kritik. Njeriu ka 3 stade. Stadi i parë kur fillon të lexojë është ashtu si në fazën e rritjes, ku ai fillon të pranojë gjithçka që kupton ose i thon, dhe në këtë rast është gjithçka që ai lexon. Por faza e dytë është kur ti dhe në dyshim të gjitha gjërat që kupton, dhe këtu lind mendimi kritik. Dhe kjo është faza e dytë e intelektit, dhe faza e tretë është kur ti i kupton të gjitha këto dhe i pranon disa gjëra që nuk i ke në dorë ti ndryshosh, por nuk i lejon të zhvillohen brenda teje. Dhe kjo është ajo që një njeri i mençur duhet të bëjë. Ne duhet të lexojmë minimumi një libër në muaj. Nuk kushton shumë të lexosh një libër në muaj, kushton shumë pak. Zakonisht në fillimet e mia unë preferoja kur kam qenë në një punë me një rrogë më të ulët si të gjithë, një pjesë prej rrogës time unë e kaloja duke marrë libra dhe duke bler libra. Shumica e miqve të mi talleshin me mua, duke bërë shaka shoqërore të atyre viteve për aq kohë sa ishte në trend një formë shakaje, dhe gjithmonë ishte ajo mja lexo vaj shumë sepse do të shkas mendja ose do ikësh nga mente kokës. Por me kalimin e kohës gjëra ndryshuan dhe nuk ishte ajo që njerëzit thonin, por është ajo që ti kupton brenda vetes dhe ku po shkon. Pra investimi që unë bëra shumë kohë më përpara më vlejti sot, dhe investimi që po bëj sot do vlej për nesër. Qëllimi është sepse kur ne fillojmë të lexojmë është sikur të krijojmë një varg shpëtimi nga çdo vështirësi e jetës. Ne fillojmë ta kuptojmë realitetin ndryshe. Dhe vetëm kur fillojmë të lexojmë, ne fillojmë të kuptojmë, dhe kur fillojmë të kuptojmë, ne ndryshojmë. Ndryshojmë për të bërë një version më i mirë i atij që jemi, ose i asaj që jemi. Pjesa tjetër, nëse ne nuk lexojmë, është prapë në rregull, ju do të bëheni një version më i keq i asaj që jeni, ose më dembel i asaj që jeni. Por në vend nuk do të qëndroni. Kjo është ajo që ndryshe njihet si progresi
i njëjti progres, po me kalë të kundërta. Erën tjetër, nëse do të kini se nuk do të zgjat shumë videon, ishte vetëm një review që kisha përgatitur për ju sot me kërkesën e një nga komentuesve që më thoshte për George Orwell, që është një libër që unë e kam lexuar, bëra këtë përmbledhje, sadopak simbolike, të vogël dhe jo shumë të zhvillohesha apo të zgjatesha, sepse qëllimi nuk është që ju të merrni informacione nga këtu, ju duhet të merrni një përmbledhje për të futur këtij libri me kokë dhe të lexoni, dhe pas këtij unë do të bëj dhe një emision tjetër ku do të flas se përse ne duhet të lexojmë dhe si duhet të lexojmë dhe çfarë duhet të lexojmë, sepse kam parë që sot kur shkoj në një bibliotekë të qytetit, mua më vjen të qaj. Ndjej një keqardhje se sa po varfërohet vlera e fjalëve, vlera e mendimit kritik në libra, dhe po botohen libra vetëm të zhvillimit personal dhe romane që nuk kanë një pikë vlere. Prandaj them që kërkoni libra të vjetër për të gjetur mendimet e reja dhe për të gjetur jetën tuaj. Një nga gjërat më të bukura që unë kam arritur të kuptoj është se teksa udhëtojmë në të shkuarën, ne nuk bëjmë asgjë përveç se kujtojmë jetët e miliona njerëzve që i kanë bërë ata më përpara se ne. Çfarë është historia? Historia është njerëz të rinj që bëjnë gabime të vjetra. Dhe këtu po e mbyll. Ja sugjeroj fort këtë libër, do t'ju rekomandoj në emisionin tjetër disa libra të tjerë, meqense e nisa këtë, dhe përse ne duhet të lexojmë dhe si duhet ta strukturojmë veten për të marrë thelbin e gjërave që ne duam, ose që të orientohemi më mirë dhe në botën ezoterike, dhe të vazhdojmë të rritim më shumë mënyrën e perceptimit të ndjenjave emocionale, por edhe të kuptimit ton që është ana racionale. Ju përshëndes dhe të mira miq, faleminderit që më ndoqët dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Mirupafshim.